Këngëtarja Beatrix Ramosa ka rikthyer vëmendjen e publikut, këtë herë me një dalje të papritur në Shtetet e Bashkuara. Shumë vite pasi u largua nga Shqipëria pas bujës së krijuar në shtëpinë të famshme në Shqipëri, Beatrix Ramosa është shfaqur sërish në qendër të thashëthemeve për jetën e saj private. Në disa pamje të publikuara së fundmi në rrjet, artistja shihet në një stadium në Louisiana, duke ndjekur në ndeshje basketbolli mes New Orleans dhe Portland Blazers. Ajo nuk ishte vetëm. Në krah saj qëndronte një person që dyshohet se është partneri i saj i ri, të paktën kështu aludojnë fancat e saj. Në pamje Beatrix Ramosa shfaqet e qetë duke shijuar ndeshjen, ndërsa momenti i filmuar ka mjaftuar për të ndezur sërish kuriozitetin rreth saj. Kjo është një nga daljet e rralla të saj publike, pasi prej kohësh këngëtarja është tërhequr nga vëmendja mediatike dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me familjen e saj. Pas pjesëmarrjes në shtëpinë të famshme në Shqipëri dhe polemikave që shoqëruan lidhjen e saj të shumë komentuar me Donald Veshajn, Beatrix Ramosa vendosi të mbyllte një kapitull të vështirë dhe të ndërtonte jetën larg vështrimit të publikut shqiptar. Meqenëse s'kemi asnjë reagim, mbetet për të parë se cili është mashkulli që i ka vjedhur zemrën bukuroshes. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.